tek vërja e hijabit, respektivisht mbulesës së femrës, lejohet me duk fytyra, dhe shëplakat e duarve dhe kaq. Shpotat janë avret. Dhe me këtë jepet përgjigje për pyetjen e dytë. Shpotat janë avret. Tani a i mbulon ti me qërapa, a i mbulon ti me fëstan dë zhak për toke. Ajo çështja jotja. Me rëndësi është nëse falesh me shputa kamve të dukshme, namazet se ke tamam. Nëse del në rrugë dhe shifen shputat e kamve, dijes të ka duk një pjesë avretit dhe ke gjëna. Pra, femra, muslimane, dohet me mbulu trupin e saj për pas fytyrës dhe shplakave të duarve. Mire, çka është fytyra? Cili është kufini i fytyrës, për kufizimi i fytyrës? Këtë mesele e gjej më së miri të detajuar në fillim të librave të fikhut kur flasim për namazin. Respektivisht për abdestin, për farës të abdestit. Ku Allah i madhruar thot, faghsilu wujuhakum, lani fytyrat e juaja. Idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Kur dëni më falë pra kur të merrni abdes, lani fytyrat e juaja. E çka është fytyra? Çka fytyra? Çka ka për qëllim Allah me fytyrë? Allahu i madhruar me fytyrë, kthehemi nga ana e gjuhës arabe, sepse Kurani ka zbritur arabisht, çka kupton? Ma huwa al-wajh. Arabisht bin wajh, fytyra, wujuhakum. Fytyra, al-wujuh, wajh në gjuhën arabe, është ajo çka ballafaqohesh me tjetrin. E shet ati fytyrën dhe ta shet ty. Më ndryshe, është prej ashtit nalto, ku përfundon balli këtu nalt. Ka s'ka flak për këtuit. Dhe deri poshtë tek ashti mikrës. Për së gjati dhe për së gjeri, prej skajt të veshit në skajt të veshit. Kjo është fytyrë që dohet me pastru për abdest. Andaj, ne fytin se kena obligim me pastru në abdest. Nuk e kemë vajgjep. Nuk është obligim. Sepse nuk është fytyrë. Fytyrë është kjo. Tani të abdest atje nëse ka mjekra, s'ka mjekra, ato s'po na vynive këto, e femrat s'kan mjekra. Ta që kjo pjesë, deri të ashtë. Kjo është fytyrë. Që kjo bën me duk femrës. Me duk qafa poshtë femrës nuk ban. Për ata të motrat të cilat e vënojnë shamin këto, edhe lidhin shtë poshtë dikon, dhe i duke qafa këndej, aty në është duk një pjesë e avretit. Për ata mënyra më e mirë, më e sigurt, për me qenë femra e mbuluar tamam, është me mlu edhe pak mikrën, që mos një dukje fare. O nëse nuk e mlan pak mikrën, minimum me qenë deri.